Në mbledhjen e fundit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në 2,75%. Banka e Shqipërisë argumenton se nuk uli normën pasi e cilëson të përshtatshme për ecurinë ekonomike. Ky vendim ishte një rrjedhoj logjike e analizës të situatës ekonomike të vendit aktualisht dhe pritjeve tona për të ardhmen. Pra për sa kohë projekcionet tona për të ardhmen sugjerojnë që ekonomia do të ketë një zhvillim të balancuar në termat të kërkesës dhe ofertës agregate, dhe për sa kohë po ashtu ne presim që inflacioni të kthehet gradualisht në objektiv me këtë nivel aktual të normave të interesit që ne kemi tani, u gjykua e nevojshme dhe arsyeshme që qëndrimi i politikës monetare të mos ndryshojë. Në ndjekje të zhvillimeve në tregjet e huaja, Banka e Shqipërisë tërheq vëmendjen për pasigurit të shtuara. Nëse këto goditje do të materializohen, ato do të pasqyrojnë në qëndrimin e politikës monetare. Nga mesazhet e qoftë të Këshillit Mbikëqyrës, po qoftë edhe të raportit politikës monetare, është që konteksti global vazhdon të shfaq pasiguri të larta, që vijnë nga tensionet gjeopolitike, por po ashtu edhe nga luftrat tregtare dhe planet për vendosjen e tarifave në nivele të ndryshme midis bllloqeve konkurrente gjeopolitike, çka do të ishte një goditje negative për ekonominë shqiptare. Në rast se këto goditje do të materializohen, kuptohet që ato do të reflektohen në qëndrimin e politikës monetare,